Përshëndetje të dashur miq të Albania Times. Sot zoti Berisha ju përgjigj ftesës së prokurorisë së posaçme lidhur me marrjen në pyetje si personi i cili ka dieni për ngjarjet e 21 janarit të vitit 2011. Kjo ftesë e prokurorisë së posaçme vjen pasi është hapur procedimi penal apo hetimi penal për ngjarjet e 21 janarit. Kjo vjen për shkak të një vendimarrje të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, e cila i ka dhënë të drejtë palëve të dëmtuara dhe familjarëve të viktimës, një prej tyre, pra familja Nikaj, e cila e ka ankimuar çështjen deri në Gjykatën e Strasburgut, lidhur me moshetimin e zyrtarëve të nivelit të lartë. Ku këtu ky ankim apo kjo kërkesë e familjarëve kishte të bënte lidhur me moshetimin e ministrit të brendshëm të asaj kohe, zotit Lulzim Basha, por edhe të kryeministrit Sali Berisha, i cili ka marrë pjesë në këtë, pra ka qenë prezent në zyrë në momentin që ka ndodhur gjithë protesta dhe ka ndjekur të protestë. Për ta arsye, Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit konstatoi të drejtë të kërkesë të familjes Nikaj dhe për ta arsye Gjykata e lartë ka urdhëruar regjistrimin e procedimit penal, duke qenë se prokuroria e posaçme nuk e mundsoi apo nuk e regjistroi, nuk e rihapi këtë çështje, edhe pse kishte vendim të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Kjo u la në fuqi nga Gjykata e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjithashtu edhe nga Gjykata e Apelit e këtij juridiksioni, dhe në gjykatën e lartë ka qenë vetëm gjykata e lartë e cila e ka pranuar si të drejtë rekursin e familjes Nikaj. Për të arsye, po zhvillohet hetimi i lidhur me këtë çështje, janë marrë në pyetje zoti Basha, sot është zoti Berisha dhe pretendohet nga familjarët dhe nga përfaqësuesi i tyre ligjor se ekzistojnë prova të tjera të cilat implikojnë zotin Berisha dhe zotin Basha lidhur me urdhërimin e një vrasje makabre që ka ndodhur për 4 protestues të papafajshëm të cilët kanë qenë në bulevard. Megjithatë, ngelet për të parë se nëse do të ketë në unison prova të cilat do të jenë të vërteta, pra këto janë thjesht pretendime të cilat sjellin familjarët, i takon organit akuzës i cili do të vlerësojë këto prova me ekspertë përkatës dhe natyrisht që gjykata jep vendimarrjen e saj. Deri në këto momente, pozita e tyre është si persona të cilët kanë dieni për ngjarjen. Faleminderit.